nderuar shikues, jemi rikthyer sërish në studion e Kontaktit, ku sonte do të flasim për arrestimin e Gafur Dugollit nga autoritetet maqedonase, arrestim ky i cili ndodhi të premten e kaluar në pikën kufitare Kosovë-Maqedoni. Autoritetet maqedonase e arrestuan Gafurin në lidhje me kinse për krime lufte pas një urdhër arresti të lëshuar, domethënë ndërkombëtar. Për të diskutuar më shumë në lidhje me këtë rast, unë në studio kam të ftuar vllaun e Gafurit, Iliri. Mirëmbrëma dhe mirë se vini nderuar. Mirëmbrëma, mirë se jeni. Për ashtu siç e tham, të premten vllau juaj Gafuri është arrestuar nga policia maqedonase me një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia kinse për krime lufte. A e ka ditur Gafuri që ndaj tij autoritetet serbe kanë lëshuar një urdhër arresti të tillë? Jo, nuk e ka ditë Gafuri se do të ketë një ngjarje të tillë, një epilog i fatit të tij që përfundon aty në autoritetet maqedone, edhe as që e ka ditë fare për një urdhër arresti që ekziston. Për arsye sepse ka pas disa herë ka udhëtuar për Maqedoni edhe vende të tjera të Bashkimit Evropian. Kush ju informoi juve që maqedonët e arrestuan Gafurin? Në fakt, Gafurit ju ka leju një telefonat pasi që është kapur nga autoritetet e Maqedonisë, ju ka leju të thret në telefon, ka biseduar me bashkëshortën e vet. A ishte ndonjë vizitë zyrtare që Gafuri po bënte në Maqedoni apo ishin vizitë private për... Nuk ka qenë zyrtare, ka qenë vizitë, jo në vizitë në vërtet, por ka qenë një udhëtim deri në ambasadën amerikane për ta marrë një vizë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ju thoni që Gafuri edhe më herët ka lëvizur në Maqedoni dhe nuk ka pasur ndonjë telashe nga autoritetet? Jo, absolutisht ka pas telashe të tjera. Pse ndodhi kjo, si erdhi deri të arrestimit? Thoni që tani janë freskuar listat? Po simas gjasa kjo ka ndodhur një freskim apo ku ka ndodhur nga autoritetet serbe, nga teket e tyre që kur t'i bjen ndërmend që ka ekzistuar një emër edhe mbiemër i një ushtari çlirimtar, ta fut me automatizëm në listën e Interpolit. Kjo si duket po i shkrep edhe shtetit serb në mungesë të angazhimit ose në mungesë të aktiviteteve diplomatike dhe të autoriteteve tona shtetërore. Çfarë trajtimi po i bëjnë autoritetet maqedonase Gafurit? Keni pasur kontakte me të? Jo, nuk na u kanë leju kontaktet me ta. Unë nuk kam pas mundësi as të udhëtoj deri në Shkup për arsye se frikoj që edhe mund të më kapin, përse kam qenë edhe unë gjithashtu ushtari shqiptar të Kosovës, një herë edhe invalid i luftës, dhe nuk kam besim të udhëtoj për në Shkup në shtetin Shqiptar. Sot familjarët kanë protestuar para ambasadës së Maqedonisë në Prishtinë. Cilat ishin kërkesat e juaja konkrete? Kërkesat tona konkrete, siç u pa në pankarta, ka qenë të lirohet Gafuri, të lirohen të mos ketë arrestime në baza jo ligjore sipas tekeve të autoriteteve serbe, për arsye sepse na jemi shtetas të Republikës të Kosovës dhe si të tillë ndijmë veten, jo shtetas të Republikës së Serbisë. Kjo na shqetëson njëkohësisht edhe gjithë protestuesit, na shqetëson sepse është një barë që rëndon jo vetëm në këtë rast, jo vetëm në familjen time, por rëndon në gjithë familjet e ushtarëve çlirimtarë të Republikës së Kosovës, sepse askush nuk e ka të sigurt që do t'i shpëton sipas trendit që ka filluar autoritetet serbe t'i futim kujt i teket në listat e Interpolit dhe mos të ketë një reagim konkret, po mendoj, sepse i falenderojna me këtë rast të shfrytëzoj rastin, i falenderojna edhe autoriteteve zyrtare të Republikës tonë që kanë reaguar me kohë dhe kanë reaguar fuqishëm kundër arrestimit të zyrtarit të Ministrisë të Forcës së Sigurisë, gjithsesi Gafurit, po i falenderoj edhe gjitha mediat dhe autoritetet e shqiptare në Maqedoni që kanë dhënë kontributin e vet për të përmbyll pozitivisht edhe ky rast që mos të ketë
epilog negativ. Ju thonë se autoritetet vendore kanë bërë mjaft në këtë rast apo Nuk them që kanë bërë mjaft, sepse rasti si i tillë duhet shëruar në aspektin e përgjithshëm e jo parcial. Është dashur këtë rast jo vetëm rasti i gafurit të përmbyllet. Ju sigurisht që do të vazhdoni të protestoni. Nesër veteranët e UÇK-s kanë paralajmëruar një protestë të radhës pikërisht para ambasadës së Maqedonisë në Prishtinë. A do të vazhdojnë protestat deri në lirimin e gafurit? Do të vazhdojnë, për arsye se nuk dihet se kur do të lirohet dhe si do të qëndron puna me gafurin. Ne kemi paralajmëruar edhe te ambasada e Maqedonisë atë, kemi bën kërkesë që ta kem një kontakt me qoftë me ambasadorin, qoftë me zëvendës ambasadorin apo zyrtar tjerë dikon prej ambasadës. Një gjë ka qenë e pamundur me pretekstin se do të pritur derisa ta marrim konfirmimin nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë, për cilën ka qenë një vonesë jashtëzakonisht e madhe dhe kemi konsideruar edhe si protestë e tillë na injorojnë dhe nuk na marrin për bazë asnjë bisedë formale. Kur pritet që gjykata e Shkupit një të vendosë në rastin e fjalë? Nuk muj me fol për këtë sepse nuk e di si do të shkojnë angazhimet e zyrtarëve edhe të zyrtarëve të Maqedonisë, po edhe presioni në vazhdim që mund të jetë nga Republika e Kosovës. Na shpjegoni, është në masën e arrestit prej 48 orëve apo jo? 48 orë kanë qenë tash mbram, ka qenë ora 21:30 ka përfundu, ka skadu 48 orë i parë. Pastaj është ardhur një 48 orë tjetër nga gjykata, që është bazuar në disa informacione që kanë pasur nga Beogradi, gjëja se sipas autoriteteve zyrtare të Beogradit konfirmohet identiteti i tij. Kë ka caktuar gafuri avokat, është nga Maqedonia apo ju lejohet edhe avokatëve kosovarë që të merren në rast? Nuk e di me emër me mbiemër, kjo ka ndodhur, angazhimi i avokati atje ka ndodhur nga ambasada e Kosovës në Shkup. Sa besoni që kjo gjykatë nuk do ta merr një vendim politik për ekstradimin e tij të mundshëm në Serbi? Tash kjo mi nxjerr disa fjalë tjera lidhur në këtë kontekst, për arsye sepse unë sipas zhvillimeve deri tanishme nuk besoj që do të ketë diçka ngjashme, diçka të mirë, sepse janë disa parametra që mund bazohen në të. Për shembull, ta marrim arrestimin e gafurit me që rast ka shku deri në kufi, është lajmëruar me pasaport të Republikës të Kosovës, e cila dëshmon identitetin e një shtetasit të Republikës të Kosovës, përderisa në aparaturat e tyre është konfirmuar ta marrim në thojza një kriminal lufte, siç e quajnë ata, nga si shtetas i Serbisë. Këtu me automatizëm del një shpërfaqje e vullnetit tyre që ta marrim a priori dhe jo të bazohen në fakte, sepse ky në fakt është shtetas i Republikës Kosovës dhe jo shtetas i Republikës Serbisë. Prandaj si të tilla nuk tham që nuk kanë mujt me ditë autoritetet, por që kanë vullnetin dhe një vullnet ta quaj ashtu kundër faktorit shqiptar. Sa duhet bëjnë autoritetet vendore për t'i pastruar këto lista, se sigurisht që nuk është vetëm gafuri në listat e Interpolit, por ka edhe qindra ndoshta pjesëtar tjerë të ushtrisë ligjore. Shpresoj që do të ketë diçka të mirë në këtë drejtim, meqense se duke u bazuar edhe në fytyrat publike të Republikës të Kosovës kanë kaluar nëpër të njëjtin rrugtim, në njëjtin fat si të gafurit, duke marrë për bazë autoritetet e larta që kanë pas më parë se gafuri kanë ra si në ngjyrën e kuqe ta quaj ashtu të Interpolit, dhe besoj shumë që tash sidomos në këto bisedimet në Bruksel do të mirret si temë e veçantë dhe e pakushtzuar nga ana e Serbisë që të hiqen një herë për gjithmonë dyshimet për krime lufte të ushtarëve çlirimtar të Kosovës.
Këto, thamë, duke u bazuar, sepse ne kemi hapë rrugë edhe gjykata speciale dhe të gjitha kanë qenë edhe tribunali Hagës, i cili mjaft shumë ka punuar në këtë drejtim me prokuroritë e saja që të zbardhet e vërteta. Nuk dyshoj që nuk e din, gjithë e din që Ushtria Ligjimtare e Kosovës ka qenë me një rrugtim të së drejtës dhe kanë luftu, kanë bën luftë pastër dhe jo kriminale. Iliri, ne të falenderojmë për këtë intervistë, shpresojmë që gjykata të lirojë sa më shpejt ndan tuaj. Faleminderit, edhe shpreh dëshirën edhe t'ju falenderoj, po nikosisht të shpresojmë që nuk do të përsëriten edhe të rastet e tjera, sepse me një pesimizëm, po thamë se vazhdohet me neglizhencë tillë gjithë neve, jo vetëm të autoriteteve, po gjithë neve, atëherë ka me pas dikush një pasojë edhe ndoshta që me vonesë do ta marrim vesh. Faleminderit që ishin në studio. Faleminderit shumë. Ne të nderuar shikues, shkojmë në një blok reklamash dhe rikthehemi sërish në studion e Kontaktit me informacione dhe zhvillimet e tjera.